Po Beni, me qka preferon ti që dikush që bën ecjen e parë, ose në ngjitjen e parë, me qka preferon që të filloni, edhe ju si grup, si hiking njeri, na tregon më shumë se tashmë edhe këtë vit I keni bo edhe 25 vjet. Po, 20 vjet. Po, në prill të vitit... Ti shtova 5 vjet. Po, besoj mas 5 viteve do ta kemi 25 vjetorin, pra këtë vit në prill e kemi pas 20 vjetorin e formimit të hiking njerit. Pra, prill 2005 kemi fillu ecjen e parë me grup, është 20 vjet e gjys, për mos me hup edhe këtë gjysën që kemi, që kemi pas eksperiencat pa imagjinueshme me grupe prej 5 vet deri në 500 vjet e ma shumë. Dhe të thonë, ka qenë një periudhë shumë e mirë, 2 dekada plot aktivitete dhe një jetë e bukur. Pra, për fillim, kisha pas dëshirë mi ju tregu atyre fillestarëve që dojnë me ndru jetën për të mirë, kur të fillojnë me ecje, të kenë sado pak vesh mbathje adekuate për ecje. Për shembull, planikat që më për fillim, ose patika që nuk e kam bazën e rashtë. Jakne, një çantë shpine, mandej, ty pa, ty bo. Ty ardhën hike, ma një she persona tjerë që më pak më të pregaditun e din çka me marrë ose çfarë pajisje me siguru për ecjet e hershme. Po. Beni, njeri. Ç'është kanë shku këto 20 vite? Po, shumë mirë. Shumë mirë ka qenë. Sa je I kënaqur edhe me arritjet e tua deri tash edhe ndoshta edhe me arritjet e njerëzve që kanë ardhur pas teje, se e dim që shumica edhe kanë filluar me ty. Po, interesant është kur po I shoh disa persona që kanë arrit sukses ose kanë bo diçka, me njëherë po e menoj se ai ka fillu për herë të parë me neve. Shumica po flas, ka edhe tjerë që kanë fillu vetë, po besoj që si hiking njeri edhe snow njeri, pra që është një organizat tjetër, kemi pas sado pak ndikim në afirmimin e sporteve outdoor në Kosovë. Për këta jom edhe krenar. Njësh si skiator ekstremist. Po. Çka e dallon ndoshta atë skiimin ekstrem me llojet e skimit tjera? A mundesh më na tregu pak ku janë ato dallime dhe si e ndjen ti veten kur bën skim ekstrem? Po, skimi ekstrem ka të bëjë me skim jashtë shtigjeve, në bord fail, në për shtigje shumë të pjerta, vene ekstreme, si për shembull me ungjitën majet këtëre maleve mbrapa neve, edhe mulshu me skia. Po, ngjitja të bëhet pa teleferik, pra do të ngjitet me kamp ose me skia që I kanë lëkurat për funi. Pra është një sport kogja ekstrem, do të me qenë I pregaditur shumë, sepse do të ecësh me gjithë ato pajisje deri në maje, e mandej të lëshosh me ato pajisjet e njëjta.